Demokrati Zoran Mamdani fitoi zgjedhjet për kryetar bashkie në New York. Ai do të jetë i pari kryetar bashkiak muslimani metropolit. Mamdani fitoi ndaj ish-guvernatorit Andrew Cuomo dhe republikanit Curtis Sliwa. Më shumë se 2 milion njerëz dhanë votën sipas Komisionit Zgjedhor të qytetit të New Yorkut. Kjo ishte pjesëmarrje, duhet të thënë, më e lartë në zgjedhje që nga viti 1967. Kundërshtarët e Mamdanit e akuzonin ndër të tjera për mungesë përvoje, për më tepër kritikat her pas here. 8 ashprat të Mamdanit ndaj qeverisë izraelite hasën në mosmiratim nga një pjesë e popullsisë hebraike të New Yorkut. Në fjalimin e fitores, Mamdani theksoi se do të luftoj antisemitizmin dhe ju drejtua drejt për drejt presidenti Donald Trump, duke kritikuar ashpër politikat e administratës aktuale amerikane për migracionin dhe deportimin. Në këtë moment errësire politike, New Yorku do të jetë drita, tha Mamdani në një aktivitet në lagjin Brooklyn të qytetit të New Yorkut. Për kryebashkiakun e ri të New Yorkut, Mamdanin, i cili është cilësuar në fakt si tërmeti politik i demokratëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm, me kënaqësi do të bashkëbisedoj me gazetarin e mirënjohur Robert Papa. Zoti Papa, të përshëndes. Përshëndetje. Mamdani ma do mendja që është temë kryesore, jo vetëm andej, por edhe në Europë. Por paraprakisht nuk doja që të ndaleshim tek kryebashkiaku, tërmeti demokratëve. Doja t'ju pyesja për këtë konfliktin midis Rubios dhe Lavrov, që ndron vërtet, madje pikërisht nga ky konflikt duket se edhe është distancuar Vladimir Putin ndaj një prej besnikëve të kahershëm. Unë sot po e dëgjoj, po justifikimet ruse ose ish sovjetike për herë kanë qenë këtë natyrë. Largohet nga byroja politike për arsye shëndetësore. Nuk shikojnë një gjë madhore, ai është njeri i korruptuar, thuajse pa aq i korruptuar sa Putin, por duhet të jetë trusnia e oligarkëve dhe mungesa e atij takimi. Në fakt, takimin e kërkuan njerëzit e Trump, nuk e kërkuan njerëzit e Putinit. Putini e donte takimin për të treguar që e thyen këtë rrethimin ndërkombëtar. Dhe takimi do të bëhej në Budapest, çka do ishte një shuplak e madhe për Ukrainën. Nuk shikojnë ndonjë gjë shumë të madhe. Çfarë ndodhi me Mamdanin? Unë ja u kam thënë, si arriti ti bin newyorkezit? Nuk ka bindur newyorkezit, ka bindur ata që janë lindur jashtë. Ne e thamë herën e fundit bashkë, ai do ishte fitues. Mjafton po të marrësh brenda partisë tënde, siç fitoi me demokratët, edhe pse deklaron që është socialist demokratik, në fakt tezat i ka komuniste, është si Fidel Castro, ai shfrytëzoi diçka. Në New York të regjistruar për të votuar janë 5 milion vetë. Duhet të regjistrohesh që të votosh. New Yorku është qendra financiare e botës. Në New York jetojnë 3 milion vetë, të cilët nuk kanë lindur këtu. Një prej tyre jam unë, por unë jam nga ata njerëz nënshtetas me dokumenta. Me dokumenta votues janë 1.5 milion votues. 70% të tyre votuan për Mamdanin. Problemi është se për një emigrant që vjen në New York e ka shumë më të vështirë të mbijetojë se sa një emigrant që shkon në Texas, në Florida, sepse jeta këtu është shumë e shtrenjtë. Natyrisht, duke i folur me teza socialiste, që do të marrim jetët e prodhimit, do të japim falas çdo gjë, ai arriti të merrte një masë të madhe, sidomos të trinis nga 18 deri në 29 vjeçar, ku ka marrë 78%, çka tregon edhe një herë që arsimimi i tyre lë shumë për të dëshiruar. Ky vend është vendi kampion i sipërmarrjes lirë, i kapitalizmit. Teoritë socialiste nuk funksionojnë dhe nuk kanë funksionuar kur në New York. Të premtosh çdo gjë falas me fjalë është e lehtë. Ta marrësh dhe ta funksionojë realisht nuk funksionon. Ai do të krijonte shumë probleme nëse tezat si të Fidel Castros do fillonte të ushtronte. Problem ka se Këshilli Bashkiak, ku çdo antar i Këshillit votohet majoritar, janë pronë e Partisë Demokrate, jo të një socialisti demokrat siç thotë ai. Ka power, por dhe nuk ka. Më e rrezikshmja është shkurtimi i departamentit të policisë. New Yorku me një polici të reduktuar do të sjellë rritje të krimit. Rritja e krimit do të largojë bizneset. E ka premtuar. Se në fakt edhe në komunikimin e
Mamdani, i cili vjen nga Indian, nga Uganda, me ngjyrë, i cili ka mashtruar kur është regjistruar në shkollë si Afrikan-Amerikan, e ka bërë këtë deklarat mbas Lloyd Floyd, mbas Black Lives Matter, kur filloi moda e madhe kundër policisë. Dhe këtu në New York, unë këtë e ndjej, nuk shikon më policë në rrugë si dikur. Që një polic i New Yorku të arrestoj një element kriminal, unë kam djalin e një fëmijë tim që sapo ka hyrë në polici, duhet mbush 3 orë letra, dokumenta, thot. Dhe kur e çoj tek xhaxhi që është emëruar nga Soros, ai nxjerr jashtë. Dhe ky është problemi i madh për New Yorkun. New Yorku është qendra Wall Streetit. Nuk besoj se do ta ketë atë forcë. Do të jetë një dështim i madh. Bill O'Reilly do thoshte që ky është komunist i qeshur. Fushatën e kishte brilante, sepse vetëm premton. Do me thonë, do të kontrollojmë qirat, se janë shumë të shtrenjta, do të ketë falas transportit, kushton $700 milion, do të shkurtoj policin, do të rritet krimi, do të bëj falas universitetet e qytetit që janë pronë e bashkisë. Pra, ka një faturë të madhe. Natyrisht ai luan me këtë që ti punon në New York, ti duhet të kesh mundësi për të jetuar në New York. A ka të drejtë? Jeta është bërë më e shtrenjtë. Një përplasje ishte me republikanët të cilët harruan problemin kryesor që kanë votuesit. Blerin, fuqin blerëse, nuk mendon kush për gruan e Zelenskit, Ukrainën, Gazën apo për Ballkanin këtu. Votuesit do këtë çmimet. Grocerit nuk janë ulur, si shto do t'i Trump. Nafta, benzina është ulur pak. Në qoftë se ata e votuan Trump se donin ndryshimin, ndaj votuan dhe Mamdanin. Pa e fluturon. Ai thotë do të bëj dyqane për produktet ushqimore të bashkisë. Dhe unë ja them edhe amerikanëve fëmijë të mi, ju nuk e njihni socializmin, nuk funksionon kjo. Aq më tepër tek qendra financiare e botës kur është Wall Street. Megjithatë tregon diçka. Demografia e New Yorkut ka ndryshuar shumë. Nuk janë më të bardhët sanksione protestant që kontrollojnë këtë vend apo katolikët. Janë thuajse 1 milion musliman. Ajo që ju thash janë 1.5 milion që kanë lindur jashtë Amerikës. Pra kjo hapje e kufirit pasens nga demokratët këtë synon. Për të vjel sa më shumë vota dhe për të mbajtur statu quo-n e tyre. Ka një indiferencë të madhe, të bardhët nuk dalin votojnë, nuk është vit kalendarik votues, pra nuk është as për midterm e senat, as për vit presidencial. Dhe Trump tha që emërim nuk ishte në ballot në flet votimin. Dhe këtu ka drejt. Ajo që nuk pëlqen është toni i Mamdanit, një 34 vjeçar, që nuk ka bërë asgjë në jetë, nuk ka asnjë përvojë, flet kundër presidentit amerikan që ka marrë 85 milion vota. Trump mund ta kontrolloj duke futur ushtrin për të mbajtur rendin, siç bëri në disa shtete, por guvernatorja ka të drejtë edhe ta shkarkojë. Në qoftë se do të jetë skandaloz në 6 muajt e parë, kam frikë se kjo do të ngjas. Qartë. Ju thatë, një 34 vjeçar që nuk ka bërë asnjë gjë në jetë. Tani pikpyetja e madhe është që të bëhet kryebashkiaku i New Yorkut edhe të ketë shumë mbështetës. E në këtë pikë në fakt doja një opinion tëndin për sa i përket personalitetit të tij, por edhe gjithashtu karakteristikave si politikan tashmë mund ta marrim si të mirëqen. Mashtrues. Ta thash Fidel Castro, nuk ka asnjë përvojë. Ka mashtruar kur është regjistruar në Columbia University. Është regjistruar si Afrikan-Amerikan, nuk është. Vjen nga Uganda, nga pakica indiane që kontrollon atë vend. Jati ka gjasa të jetë pakistanese, e quajnë Mahmut. E jema Mira është regjizore milionere. Nuk është i varfër, ka shkuar në shkollat më të mira. Nuk ka një punë në sektorin privat. Përvoja është zero. Por ka një gjë shumë të madhe, që edhe për Shqipërinë. Këtu sti vjet kush votat. Mund të jesh si Fidel Castro, mund të jesh komunist, mund të jesh islamist, votën s'ta vjedh njeri. Sepse oligarkët, miliarderët, në qoftë se do të kontrollonin se në shumë vende të tjera, nuk do ta lejonin që fitonte pra. Por sjellja, qasja ndaj tyre, un kam frikë se gjatë rrugës edhe ai do të korruptohet. Më keq se Di Blasio dhe Adams nuk ka ku e çon New Yorkun. Un në këtë vend kam qenë në 93-shin. New Yorku ka nevojë për njerëz si Rudy Giuliani, konservatori i djathtë, që pastoi krimin, rriti vendet e punës, largoi hashashin, drogën, jo për këtë të majt, e cila organizon programe shumë të mëdha, janë mbi $5 miliard
për emigrantët e paligjshëm, të cilëve ju paguhet $500 nata në Manhattan. Natyrisht që o paguen pronarëve që janë afër me partinë, shpenzime pafund. New Yorku ka një buxhet të frikshëm, $120 miliardë. Është thuajse si një shtet. Dhe natyrisht, po të jetosh në New York e ndjen që programet e mëdha, korrupsioni është i tillë, por si një orkezët nuk ka kund në botë. Shpirti i lirisë, shpirti në biznesit nuk e ndalon dot një komunist islamist si Mamdani. Kjo mbetet për të parë. E ceke pak, zoti Papa, një konflikt mundshëm midis ti edhe Donald Trump. Nëse redukton forcat e policisë, ai, pra presidenti, mund të nxjerrë ushtrinë në terren. Po përtej kësaj, a rrezikon realisht Donald Trump Mamdani? Patjetër, postin e presidentit, se duke qenë se nuk ka lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është një amerikan i naturalizuar, s'ka gjasa më do mendja, eliminohet. Ja bën një pyetje zoti Trump në 60 Minutes që Mamdani është Trump i majt. Unë jam i bukur sa i tha. Nuk i afrohet dot figurës Trump Mamdani. As përvojës, Trump ka krijuar me mira vende punë në New York. Trump ka mbi 85 milion vota dhe përfaqëson diçka. Mamdani nuk përfaqëson pikërisht bazën e këtij vendi të madh, i cili është mbi